Skandale. Do thoni ju pse kam unë ja 2 forma yjesh në ballë, Rose. Biskota ime tinge që kemi lidhë ballë, andaj. Jo, janë 2 bunkera që më dolën para xhirimeve, si gjithmonë që pucat dalin o mes ballit o kur këne kështu. Në vendet më të rëndësishme. I swear, sinqerisht ke dasëm të del mund mes ball. Unë kisha xhirimin dolin ja 2 copë dhe kolega ime më ndihmoi. Janë Rose. Po do thoni ju të s'na plasë des për pucat e tua. Dhe mirë keni. Kalojnë sfidat. Menç. Këtë javë ne ishim të lidhur, po jo si që mendon ju. Menduna, left. Ishim të lidhur në një bluze, në 2 bluzet të ngjitura bashkë, apo jo Juli? Për 24 orë. Për 24 orë. Dhe shkoj ashtu si të shtuhet. Sotën e Juli do të qëndroj 24 orë të lidhur! Hajde, Prisit ju, na falni taktera. do të nisim me mëngjesin. Okej. Do përdorim se vetëm 2 duar fiksa. Sushi deri s'u nga. Okej. Hidhja. Është pjesë e procesit, është kështu. Ja, thënë thjesht hedhim kështu. Jo! Ja, lutem, përqëro. Lutem, bëj të des, jo! Ua, apo ishte kështu metoda, më fal. Jo, ball. Mos më kam shumë seriozisht, ball. Ball, jo. Jo, e që e vazhdojmë pastaj të lutem. Jul. Ke 2 sekonda. Jo, Jul, e burnesh. Do ma ishe atë dorë? A të me kërë dhe si brun pizza. Abim pizza. Ja, jam. Unë kam intolerancë, ma. Unë kërë shpik si në rama ka lidhje. Si me me qumë shtofobe. Zemra më laktos intolerant tonë. Qeshe shumë, ku jam vedë? Ua, vetëm unë e piju këtë shumë shtin sade, zemra. Dhe me të të Ose ato më rrjedh veza, ato më rrjedh veza. Ato më rrjedh veza me rrëshpi, lëpije, këtu sipër. Po se lëpi vezën, për ta bëjmë me mjell. Lëpi mu. Se balancohen. Se ka punë. Qëtëso. A dëngësh? Okej. Lëshoje. A dhëm, si shide. Mendoj që t'i bëjmë skip mëngjesit. A Jul si dhu? Kam ngrënë djenë drejkë, është okej. Për zotin. A, s'kushim në i vezë. A, s'kushim? S'kushim. Juli, mos guxat, e kam shumë seriozisht, për zotin ja. Do ta rras këtë kokës me rraf shtëpie, kështu që don't fucking try me. Ndim. Thank you so much. Tani pasi mëngjesit super të mirë, që nuk ka hëngrëm dot fatkeqësisht, get ready with us. Tani ne do shkojmë në palestër të zhubrosur, të shpifur, Juli pa make-up është të merr, nuk e bëjmë kur, apo jo Juli? Desi linja jote ishte thjesht do lyhemi. Juli është shumë e shëmtuar. Nuk e thash të. Tani Juli do më thush si fillon ti skincare-in apo çfarë është ky make-up-in, make-up rutinën e Julit. Unë në fillim nuk vendosë të zja. Përveç ojtë e sapun, që të nisë me pudrë, më falni gjithë ju që dini o make-up-i, kështu lyhem unë. Tani problemi është nuk kemi as pasqyrë se nuk kanë nxirë të banja, kështu që do improvizoj. O des! Fal, atë brava? O ma futë në sy. Brava më fal. Vëna sta. Unë ta hap t'i kështu. Ha mi lëra ashtu. Falni, oops, just a girl. Ha, venose? Okej, hajde. Jepi. Qa ka tjetër? Po sho puder këte. Qa ka tjetër? Vazhdoj me konturet. Me mjeshtri. Pa kanë është është. I gjithë ftyrë. Keni bëjmë blend? Hape me dhëmbë. Hape të shi vetë. Hape vetë. Vetëm pak të faqet, pak, është shumë e rëndësishme pak. Kjo është për syt. Okej. Mos I thoj Picasso sa të bëj, budale.
Ai do bëjmë 2 sy identik. Okej, Mund ta tjetër? bëjve? Ja. Me jep ta bëjve tjetër. Dish buzën. Ndiq buzën, mund të ndjek e shtëpia. Okej. Ky është luku për sot. Unë dhe Juli vendosëm që veç nuk do vinë kur në palestra, apo jo Jul? Absolutisht jo. U desh bashkoheshim, hajde Juli. Kujtoj. Ti këtu. Prit. Kush type? Jepi Juli. Si e shpish? Jepi Juli. O desi, uar, prit e qova 4 padashe, ku hishet? O dhe, okej. Ajo? O des. Qaba? Joj! Prit o des! Se për ndi dhe unë. O des, ti. Juli ka, Juli. Për da me hum. O më da. Nuk e na lejt. A Juli, na loj. E ndjeva dhe unë e shumë bërë. Zë t'ikim të bicikleta. Sa i natë kam kur jam i lodhur dhe jam edhe në pasarel. Pa, u reku më dalë. Prit, pasaj këtu, desi, pasaj këtu. Ua, super ushtrim kë. Kave? Po, unë këtu. Aman se kujtës është gjatë tjetër. Aprendem dhe ti. Uajt, që diferenca em të ba. Au! Ha, Sa brave këm. Bëjt maj këmë kështë sika. Qa bëndo? 1 kilogram ka vu. O, si do ba në duart. E di muskoj që të ashe. Është zotë. Qife. Një loj do bënë të 2 duart me këto pesha. Një loj. Jeni gati? Jemi gati. Jam Me gati. dorë. Hajde. Maja. Kam fri... Qa një dorë? 10 kile ja. Maja Juli. Por që ka rënë me vërtet pa... O, sem. O, ju të bajet e shmo Maja. Maja, zema jepi. Pisi kam do një dorë tjetër. Maja se bramu. Maja se bramu. Flori me desinfektant ma. 1, 2. O, më ta se kom bërë. Vegan shkut. Au, des, jo, brava shumë. Ku brave? S'po ta the. Vegan shkut ta bish. Ha me jo, E lijepi. kemi. E kemi. Një vepër. Pra me muskoj. Një vepër të gjuk të tingujt. E kemi. Imagina se kur përja fut në grusht në një anët. Nëre. Nëre. Jo, s'mo. Nëre. Më mundi. Nëre legenda. Faleminderit sponsorit Flori Tomaj për... Nga që isha me 100 kile, pra nes për bëja. Nga isha me 100 kile. Hajde, përve. Sa e fort. Me i këm... O, pa që së mledhë me përdor të dorën. Juli. Ta se ndimoj. Nuk mune ma. Shoje! Hajde, jo, 1, 2. O, qa trupi kena për të bla? O, zema, është bë faqja këtë djerës, ka kjellë këtu këtë tyra i. Nga gjitha e këtej do jem gjithë muskoj të unifikuar të pjesa tjetë. A mund të flemë këtu? Jo, Juli. Jo. 1, 2, 3. Jepi! Jepi! O, da s'bota më merë s'marë! Ama Jul, ma! O, Jul! O, Jul! O, sa më ke bra, o, des, o, t'jetë toka! O, des! Dhe përfundash me qau. O, sa djek! Qau, Selena, O, toka si fur! Ua, si dukem. Okej, hymi. I vrap nuk e bë kjo femër, i vrap. Ua,
Ua sa overall që kam... Brinja, o brinja, Po, ju jam brinja, tap. po pra brinja. O ju jam tap, ndihmoj. Pikërisht. Nejse. O vdisha. A je mirë? Jo. Do vëni që knat peshin si trupi vetëm, Juli po digjet nga dielli, kështu që do hitemi direkt, dhe shohim nëse si trupi vetëm, mund shkojmë deri. A Juli? Hajde, 1, 2, 3. Çfarë drish? Sa më kërën kokës. Mos që kam seriozisht për zonë, nuk hitesh dot tamam? O brava Po si kam me këmë seri, rembi kokën tim, po që qa jam unë ka, të kujë po bek, si u kalema. Peske për të në tunë të që. O desi! O desi! Kapi këmë të tëte! Nuk më plasë fort, nuk më plasë fort, jepër. O desi! Në to moj, O desi! qa për të kofë. Ama të më kapin këmë. A sa arri ke bëllë. Po në vitë të rënë tjetë! Ja, nuk është po normal, a jasë që i vetë. A u lodhe ti, ma si ma plasë se kambën kokës. U lodhe. O se më e frapash. Zume, imagino të s'ka shok të lagur, imagino u hodhë si për menje. Nuk është normale, për zotën. Është më shesh. Jo. Ami, o myte? O desi. Je idiot. Unë jam idiot, ha? Unë jam Je idiot. idiot krash. Mirë. Tani jam trupi vetë. Ami ha, u byta ti se po ku je. Të javë një lavila drama, në që i dajnë atë psikologja, sepse Me sa duhet kishim as nevojë. nuk ka nevojë të u shpjegojnë pëse. Thjesht na shihni neve. Ndihet në ajër që disa persona këtu po trajtohen ndryshe. Hajde t'isha unë se thua ja vlen trajtohen ndryshe, po këta nuk është fare okej, dhe unë s'kam për ta lënë me kaq. Wow, ky është... Për që të, nuk më futi vetëm mua te posteri, se po më kisha fut veç mua është okej, Zë po... isha në ku fare, po ndihet në ajër një që po trajtohen njerëz ndryshe. Ai sa vjen, ua zemra sa ajër rënd këtu. Ua, zemra, trajtimi Njëra desit, trajtim kë. ndryshe këtu. Çfarë thot mirë po? preferuar. Po tisha unë do, okay, do ishte valide që po më trajtojnë ndryshe. Po këta të tjerët? Po këta kupton pse? ti, ata se gjën vetë. Okej, pra, s'po ju afrish. Shumë faleminderit Jul. Lumë në për ty. Sa na e prish Jul, e qishir. A zemra si ti aty këta s'mo kuptojnë s'po ju afrish. Qinkallën s'fam. Sta kom ta kurse unë humorin queen. Do flas me muri, i bëj të shtëpia ime kështu vetëm. E përgjësi e madhe. Shumë. Me që të postri vishën të katërt. Ne aty tu vratu, kështu ju la fustane veshje, la. Më pëlqen shumë X-Lëja. Fatosja të vizard ju ato shumë këtë vila. Bleja është pak më i bukur. Mendoj që blu jam shumë. Ato se do të merret kaq shpejt. A bëjmë foto për Dalinën? Hajde, do bëjmë foto për Dalinën? Foto! Kozmografi, do bëjmë një foto, a? Më ndalë rast me ato foto. Është për Dalinën. Laptop. Shollë i pëlqen. O zëma si duket ky kuqe? Mas që? O zema si duket ky kuqe, aty s'ka asgjë. Fusani janë thjesht dhe rripa Po stani 2 fije peri. Zema si duket kë? Peqin të rrpaj bajnë si kam... 2 fije peri aty. Mirë keti, unë do iki tani se kam xherime. Si do ikësh? Do të iki se kam xherime. Okej. Le provoj në një pas, ka që jepini. Do provoj në një fije peri dhe unë pastaj. Ai ku thjesht që të provon në fusani krizët pastaj. Unë me 2 fije... Faleminderit, zemra. Zema si duket, më komplet nudo. A? Shkon? Pse bëjnë gjithmonë gjërat e fsheta në këtë kompani? Hajde bëjmë xherime. Hajde të do ikim me vetëm këta të ato tani, poster. pa ato se s'kam nerva. Ti pas nxorë që sekretet e kompanisë. Ups, bëjmë xherimin. Po e di unë si rrugove këtë punë. Pse da si film horror Borën? Si me shqip para pasqyrës. Bora. Bora. S'ku Bora ju? Bora si e? Alo? Si e, flet dot? Bora, jo, nuk flas dot. Mbyllet episodi aty pastaj do të ndodh asnjë nga këto gjëra. Jo, fatos, kam kohë për ty. Pup. Ta kështë bëk shumë mirë dhe ishte. Ending. E para shqetëso. E dyta, Bora si të çati. E para merr frym. Ti nuk je ti. Fillimisht mendo. Pastaj Ja një sugjerim tjetër, po ty fatos që të shqetësohesh. Me këtë flas, pra, ku ti drejtohem? po ti e di që me të gjithë të proces është marrë Dalina.
Okej. Ah, Shmardalina. Drejt ka se 4 veta ma po. Përse mjaftojnë 4 veta. Pak e sakt dhe me. Patosi, nëse keni nevojë për një veshje në gjë vini ju më ama ju për zotin. A ka Keni Shmardalina? qenë se ti mbaj unë. E ka thënë Dalina, ju të katërt jeni perfekt, jeni perfekt. Zura Alfare, mjafton. Si më pas pyet mu. Çdo ditë më shumë po zhgënjehem nga ty Kësian, edhe pse ke qenë njeriu më i afër që kam pas në vilë dhe të kam konsideruar shoqe. Në çdo moment që gjen hapësirën, ti më godet mua dhe unë Dhe unë godet ty mrapsht, e kupton? Ose ndodhe kundër, godetit, godet dhe ajo, e kupton? Qa po thot? Ti sa herë gjem mundësi me më godit mua dhe unë Më godet ti mu. bëj literalisht atë që më bëndet ti mu. Ua, s'bë ka sens, okej, vajles, po e them. Tu kam shpresa për shoqërinë tuaj? Heshtja. Okej, Queen, e po vetëm të heshtje dhe kuptoni. s'kish nevojë ta thënë me fjalë. Heshtje, Presim pak reagi. pak pauzë. Mund t'jesh maj e pauzë për shembull, si tu. Po mund ta bëj këtë pa drejtësi. Po ndoshta në kryesore, të rolet kryesore të filmit. Po ta bëj filmin vetëm me ata, pra filmi nuk bëhet vetëm me 4 veta. Me tani Ke kryesorët, ke secili ka storyline. Zgjidhja merr tash. Nuk bë vetëm ata. Po në film ke kryesorët, po prapë pikërisht. I to gjithë janë 4 role kryesore. Po jo mos u zbat ashtu. Filmi bëhet me kryesorët, pastaj Ups, bësh kanë kryesorët. End of story prap. Mirë. Secili ka storyline e vet, secili. Patos. Patos e ka për ti sortë, se ka për ti foto, se ke për produksionin që nuk na thot gjërat. Eksakt, sa pasi rejtit vdekme dhe kishte me ju të 4 që bësh fal. Eksakt. Ai te emaili. Është Nuk dua produksioni të gjasme. Nuk dua fare që t'jetë desi pjesë të kësaj. Se deci është kryesor dhe unë jo skandale. E kam me produksionin. Skandale luan me të mbate uji, i urej. Jo, do të sqaroj këtë muhabet. Mirë e bukur. S'ka fajin mashk. Në saqë me muhabet Genti hajde. E ndjek Genti direkt, si me qenë papet. Hajde se sjarim të muhabet, Genti më ndiq. Të gjithë ishin mbledhur për t'i dërguar emailin Dalinës dhe patjetër që unë kisha një mëdyshje të vogël për shkak të Kesianës, por më pas diskutimeve dhe analizës time së situatës. Analiza e emës. Genti çfarë të them? Si kështu. Okej, mendova. Jo se folin delfinçe zema. Me i godbire si pasi analize, super të saktë delfinçe, e dija shumë që të bëja. Jorën e njëni besa. Atëherë unë kam kohë që në mënyrën time ju kam vëzhguar, ju kam studiuar. Dhe keni nevojë për psikolog. Psikiatër që i zënë sot, që ju sova janë. Faleminderit. Më kanë ardhur afër, në zyrë, në shtëpi. Disa për jush, yes. E çon kamerat Artemisa. Si ato, disa nga ju nuk kanë flok, kamerat e Fatosit. Disa janë të shnosh, kamerat e dejtë. Të dy ne kështu si screen, split screen, unë dhe Kostiani, splitter, kështu. Po e unë mesës. Nuk shka. Sepse terapia grupit, si terapia individuale, ka disa rregulla që do thotë ne patjetër jemi në kushte xherimesh sot, por nuk lejohet që të ndahet asgjë apo të përflitet asgjë që të tjerë do ndajnë sot. Okej, kuptoj. Mbyllni komentet pra. Por kjo do transmetohet në YouTube ku do shohin diku te 200.000 veta, okej? Por midis jush këtu nuk lejohet të ndahet asgjë. Kur? Ne duke gjysh ka dalë një Fatos tjetër. Kam shumë angst. Angst. Po këpse do të qesh? Kam shumë angst. Kam PTSD. Kam tumor. Apo jo, çfarë pak larg më duket. Rimtang. Okej, rimtang. pa konfuz do thë. Konfuz. Mund të ndaloj pak të Florën, duke qenë se dëgjova 3 persona që janë në konfuzion pakisht. Që ka dhe psikologa konfuzion. Pash që ishi disa nga ju konfuzion. Jam e konfuzuar pëse jenë konfuzion, që jam të Jam e konfuzuar që si jam unë këtu me ju e para punës. Jo, e kam pak problem duke qenë se vërtet është terapi në grup, po me disa prej personave që janë këtu kemi pas debate shumë. Me vërtet është terapi në grup, po këtu kam disa nga bullizuesit e mi. Njërin e kanë gjitur. Të dalë Kostiani, Artemis, shkote të makushe del Kosti. Ja! Se biku ta ma, që i sjeli ku diun. Shiko, të ka ardhur Hasmi, shkote të ma surpriza. Shiko, të ka ardhur, ishte dashura që të ka marrë urdhër mbrojtje. Shko pak të dhoma e kuqe e rrëfimit. Gjithë kena angë, gjithë kena stresi, gjana, po ka i herë, tash du të bëjmë atë avokatën gjallë të vetja jonë, si me thanë, dhe du të jemi falenderues. O zot Aldi si babat, a ke qatimi kokë?
A ke për të ngre? A ke I për ke. I ke gjitha. Çat mund nga tyr, çat mund nga ty më këlla më. Ne duke lënë gjithë terapin. Do më qeni falenderues sot. E kuptoj ka mama thonë Robert njërat e veta. Oh! Surprise! Një surprizë e vogël, ne sot kemi The Good Life me Elona. Në emisionin me ri mirëqenies nga Elona Jaçellari. Si edhe si promo. Po përzosh të sa bukur. Në këtë episod, Elona do të përballet me jetën e vetë mirë. Shpresoj Elona të mësohet me rostin ton, se është hera e parë për të. Po me që mësoj gjëra aty dhe mësoj gjëra dhe këtu, ja si betë rost. Jemi shumë të lumtur që ti je këtu dhe ke hapjen mendore, dëshirën dhe kuriozitetin që të zbulosh pak nga ajo që ne kemi sjell në Shqipëri, mbas shumë vitesh në Itali dhe udhëtimin në Azi. Ta duket sikur kanë shkuar zemra në Azi, ja kanë fut drogër shumë. Edhe janë kry kanë hapi biznes. Pa pik lidhje, drumba. Edhe në Itali. A ka qenë në Itali, po. E bëjnë kështu. Ndonjëherë mbi pesha ka dhe arsye emocionale, energjetike, ancestrale, të cilat ne shpesh nuk jemi të vetëdijshëm dhe nuk mendojmë që janë. Ose për zëmbi pesha ime është ancestrale. Ose me sa ha hamburgerin nga që ndjem me ancestraluar. Prandaj ndodhi nga kalorit. E vdek me, më thënë nuk ka shans ato 5000 kalori që të ngjesh tu mu pesh, është e vdek me ancestrale. Jo, ti ngujtema energjia dhe ancestraliteti. Një nga teknikat e para janë ato që ne do t'i shikojmë është sound healing dhe reiki. Wow, pa e kisha heq me koha ashtu në shpirt. Sound healing, e kupton ti? Me qa këngësh me hitë atë. Unë do të humbas pesh. Ditë natë për të Do të humbas pesh. Zinzi, lushe, hajde, wuu! Sa skini u bëra. Sound healing kjo zemra. Po zemra. Si të tërheqim para me një preke duarsh. Qa të ndodhë to? Unë e Terezi me u bo bashki 5 lek shumë e gjerën. Për të sa shumë energji. Me lek? Për të merë në bankë. 5 lek ade të your account. Nuk shkëm të bankomati, ti shprekim duart. O zoti ma. Atëherë unë duhet të shtrihem. Elona, shtriu. Kredhati aty, tani du të shtrihem. Jo Elona, du të bërë cirk mbi ata. Jo sound healing, nga zinzilush aty do të bëj kështu sipër. Du të bëj backflips aty, po ti shtriu o gru. Këtu me koka këtu. Okej, Fabio. Si ka ty. Që i tha? Mirë Fabio. Këmbët aty, koka këtu. Okej, Fatia, do prekësh kokën time. Fabio. A Fabio! E pas ka Fabio ndjes. Se më mdojnë etiketa. Fabio. Në falë, Fabio. Sa që bad boy. Me ndoja qiste. Fatia, të më falë, Elona. Non so, voglio capire se ci sono dei pesi emozionali che io tengo. Ok. È un po' la parte mia creatività. 3 orë të folë shqip. E vdek me ka thënë flasme qik italisht tani. Si atë këta mesiu. Këta mesiu jonë. I ka të flasë pak italisht të bëjë si kur di. Të pisa fundit do këndojmë, ok? Keni kështu kërcimtari, reiki, sound healing, talvace e këta? Allora facciamo prima una piccola pulizia del tuo campo energetico. Qa po ndodh? Ja, po dhe kështë dorë me në fund. Jo, i thot do pastremi herë energjin. E ti është ja bën kështu. Oh, ja. Edhe në fund ja bën qa zuli pas ke pasë të drejt. Po, të lam. Sigur qa i pastroj. Energi, ndes. Ok, questo qua sono i 3 punti. Këtu thot këto 3 pikat ke paran, krijimtarin. Kush leku? Ti që ka prek 2 pjesë duke veshi. Këtu ke paran. Në të kërku, ku? Ti që ke shty vetë obezitetin badashi. Ke shty pesh? Tutti i blocchi che abbiamo acquisito nella nostra vita. E per chi ci crede. Nëzirë plan në duarve të veta ku i një si plas farë që po thot aji. Që sa buki kam pëthojnë French. Falenderojmë Nila. Jemi duke vepruar në nivele shumë të thella. Se të doja që çdo ditë të kujdesa pa mua kështu në këtë mënyrë. Ajo gruja, pëjtje qikte. Kisha profesionale, është burrima ime debile. Sa do të kujdeset Fabio për ditë për mu kështu. Ti që ka prek 2 pika këtu, kaq. I zemra ja dha dhe i herë me dur. A, po. Është e DJ. Që është ta i plan? Njëri u biskot. Elona, tani ne do bëjmë një trajtim me 4 duar me mua dhe Fabio me më shumë teknika. Ku ishin ta? Si mund të rezervojmë? Me 4 duar, thatë?
I'm in, e kuptoj Ilonën. Unë du të prek lehtësisht në zona të ndryshme të trupit, unë bëhem një kanal i energjisë universale, energjisë së krijuesit për kë beson, dhe këtë energji e kaloj direkt tek ty. Energjia është inteligjente dhe shkon aty ku ti ke më shumë nevojë në këtë moment. Te zona që ka më shumë nevojë në shpirt, s'tash të qëroj, të transmetosh në energji universale. Thot energjia, u sa kopafe. Energjia është inteligjente, ndryshe nga unë. O zema, po ja të dhe këshu, qa zotit besosh ti? Qa besosh ti, e kupto? Qa zota, gjash zota e I njof gjithun, i përcjellun energji natyre, s'ka gjë. E kupton ti, qa ta grimaren, hua. Pati isët. Pendje trupin tënd, ti mund të komunikosh me trupin tënd dhe mund t'i bësh vetes një pyetje. Kush janë peshat? Kjo është eksorcizëm. Elona, dilni aty! Elona, shpëta! Elona, natën. Mund të thuash. Jam të knofullat shumë në ngarkuar të kam dhimbje. Okej. Mba që të rishim pëndon. Kam një dhimbje shumë të knofulla. Okej, ta shërëm ne me tinguj ancestral. Okej. Si ndjesh ta? Oh, wow. Jam njëri komplet tjetër. Funksionoj dhe mua. Po e mbaj këtë se më pëlqen. Mbi pesha, ashtu si çdo simptom, edhe migrena, edhe gastriti, nuk është kur kundër nesh. Thuja këtë Julit. Thuja këtë stime që kam 3 javë në spital. Thuja kësaj. Zemra nuk kam sillu kur lejnë në spital, në prandaj. Më le të shëroj vetën. Jo në cëtësi, po ndje se kur një gjë e padukshme më përkëdhelë të çdo gjë që kisha këto. Okej, Lona, a ishte burri im. Aja nuk ishte energji e padukshme, është Fabia. Dhe në pas kësaj seance të tregujon ty. Okej? Flasim. Thuhet që jemi një fletë e bardhë, po ne nuk jemi një fletë e bardhë, vim një libër me të gjithë informacionet e paraardhësve, i shkruar. I shkruar, a? Jo, jemi audio. Në gjeni në YouTube, kudo. Në fakt, as libër nuk jemi enciklopedi. Mi online. Wow, po e di si ndjenja. Se kur kam hyrë në një trup të ri pa peshë. Unë kur atë cheeseburger që ka i copë salat me jena. Unë kur arrova ta jam gjithë se fjeta. Unë kur nuk ka nga ambëlsirë pasteske pastive. Ndje njëri, pa pesh. Njëri tjetër. Kosjani nuk djetë shukur, për kështu që vazhdojmë tek të pesja. Dhe këtë herë në top 5 që kemi ardhur shumë ndryshe. Shumë ndryshe, dhe e kam të kohër. Zjedhje në opcione. Opcione që ju do t'i komentoni por, se komentoni që është më i vlefshëm. Po kujdes se jam unë me account fake aty do ju vras gjithëve, faleminderit, mirëpafshim. Kjo është një disclaimer. Dhe në vend të 5 zgjidhni kush flet më mirë për çunat. Për çunat, goci apo pa manuali? Goci çfarë fletë Jul? Kur e rrotojnë të manin kështu janë. E na pëlqen shumë pa manuali. Kush e ka? Kafe në gjatë. Super. Në është një po e madhe. Pastaj kemi dyshen tjetër. Kush i trajton më mirë VIP-at? WTF apo vibe-in? Kush i fut në kafaz apo kush i shet 3 milion herë të ftuarit kështu që të krijon edite? Gjeni vetë ju. Komentoni poshtë. Da, do nga klikimet besoj. Pa okay, on the shade. Fatos duhet të ishe sjell mirë këtë javë Fatos. Dhe tret Juli? Kush trajton më mirë trauma, Dalina apo Sansa? Këtu nuk keni nevojë të komentoni fare, Dalina absolutisht, shefja jonë, Elona na fal shumë të putin. Ose mos afal s'ka gjë është okay, komentoni që Dalina më mirë aty që Dalina që ka më mirë në botë. Okej. Vendi dytë. Kush bën pranks më mirë? Aldiema prank show apo skandale? Tani, niveli pranksave është tërë mongolikët në Imri Mag, dhe ata nxorëm kufamën, dhe tërë njerëzit. Na nxorën armën përpara. Kush mendoni që i bën më mirë? Shkruani. Dhe në vend të parë? Emisionet më të mira të humorit. Po, kush bën më mirë humor? Me nder jush apo The Good Life me Elonën? Qa mendoni jo? E dim përgjigjen, është okej. Mund të thoni edhe vetë që gëllë shkurt se e kuptojnë vetë, po. Gëllë e. Love you Elona dhe me puthje nga Elona dhe puthje nga ne. Puci, puci! Ándale!